Dëshironi flok të gjatë, provoni këtë maskë dhe do na falenderoni. Rritja e shpejtë e flokëve kurrë nuk ka qenë më e lehtë dhe kjo fal vetëm një përbërësi të kuzhinës që është soda e bukës. Merrni një shishe të vogël, përzieni me një lugë sodë buke në raportin 1:3. Aplikoni këtë përzierje në flokët tuaj nga rrënjët tek majat dhe lëreni të qëndrojë për 1 deri në 3 minuta para se t'i pastroni flokët. Më pas pastroni flokët edhe një herë me uthull molle dhe ajo do të veprojë si një zbutës. Gjithashtu, përzieni një pjesë të saj me 3 herë më shumë ujë se sasia e uthullës. Ju mundet që të shtoni dhe përbërës të ndryshëm për të përmirësuar aromën. Keni kujdes gjatë përdorimit të uthullës në kokë duke u kujdesur që uthulla të mos prek sytë tuaj.